Mirë se vini në kanalin tim VIP TikTok HLB. Ka pasur ca futje, ka pasur ca gjëra kështu që kam interes, sepse dikur kanë bërë intriga, kanë përfshirë emrin tim, tani shoh që janë intriga mes veti. Edhe më pëlqen në një fjalë, më shfaq interes kjo gjë. Dua ta shoh në një fjalë, të jem më në brendësi të situatave që ndodhin. Se përderisa jemi në TikTok, do përshtatemi. Përveç, me të thënë drejtin, une jam qëtu në Nairobi, në Kenya, kam problem me 3-4 edhe një 6-0 mrapa, që kjo është problemi jem, jo i të ndodhë në TikTok, u thënë. Ore, ti ke probleme serioze, dhe ti nga atërohesh me probleme sporadike, ky është problemi jotë. Mare, sporadiket janë relax për mua. Ajo dakord, as nuk e diskutoj. Sevi, me sa kam kuptuar, Sevi, ka këto hallet e mëdhaja këtyne, e thot, po bëj këto të voglat, që të harroj këto. A kupto, po me të polos me këto. Ajo, atë e besoj unë. Polos me këto, unë që të harroj këto. Unë për atë pjesë e besoj, ai mund ta ketë edhe si anti-stres. Për zotin, mund ta ketë shembull edhe për kohën e lirë, s'ka çfarë bën, argëtohet. Ky më duket se unë me sa e kam vënë re tani rri vetëm kur është në për aviona. Rri në për aviona. S'ka si të kaloj udhëtimin, thot po me kaptivin sot. Edhe ajo është. Mendi pyetje kështu se nuk e pyes dot tani, nuk ja bëj dot këtë pyetje. E ngacmoj deri diku, po jo kaq shumë. Ju lutem, se ka dhe telefon tjetër ai dhe e shikon komente. Kështu që ju lutem shumë kaq shumë nuk e pyes dot. Ja, ta se pyes dotën. Ja. Ma bëni Allah tani, nuk e pyes dotën, ore çuna, manëre se nuk e pyes dot. Gjove në ti s'jem. Çna ka gjetur, nuk e pyes dotën, o çuna, nuk e pyes dotën. Rrini mirë me komente. Profesori me Orcin pyesin Semin se si u bë milioner edhe Semi e tregon. Nuk e pyes dotën çuna, na lidh. Nuk jena këtu. Çana ka gjetur, re. Ore, ku ta hapësha dhe kërkërit me që se tha Nazario? Iku erdi për të parë komentet. Kur e ndron kambion e makinës, a di që ka kambio? Kamion e makinës, me të dëgjuar e kemi, është kështu për ndruar marshet. Kur e ndron marsh. Nëse pëlqen si video, mos harroni bëni like dhe subscribe. Këta që janë xhelozi Formula 1 e bejnë. Ashtu e ndrojnë e marshin kur ka kësi lafe koti, komente koti, pytje koti, i kapi për kokë prej majta si gjujnë djathë. E marrë vesha e ka me ju me komente, mo bëni budalli që komente pa lidhje, mire ka. Rini da shia dhe mos vashu kot. Let me ndaj mua bet serios. Tani, atë gërgërin do e hapësh, apo e ke thjesht për të tërhequr vëmendje, se ta bëj unë pyetjen që mendon populli se ta bëj këta. Ta bëj unë. Ka ndodh mu, që më ka ndodh... Ka i zoni ose, nuk po ngjohesh mirë. Ta që më dëgjoni. Tani po. Dhe ta thëm një gjatë që më ka ndodh mu me një të zaktimin. Ishte të organizu listën e dasmes edhe të i përgadit ftesat. Edhe, normalisht, ato ftesat shtypen dikon të një kështu, të një shtyp shkojnë, apo qyshën të që po, edhe, Këtu Semi fillon të heti pak punët e përgjithshme, vazhdojnë të ndiqni videon. E po është të do ftesa, ju shkrujke diçka me dorë, me stylolaps. Edhe për kuriozitet e kapa njën e tha shkej të shkru. Aty ishte, je i ftuar me këtë datë për gëzimin të bla bla bla, edhe në fund taj me laps dore, inshallah nuk vini. Me një fjallë, nuk donë taj që të vinin gjitha taj që ftonde. Po disave ju shkrujke me laps dore, inshallah nuk vini, gëzimi. E në shkrujke.
Edhe unë ju të e hap, po inshallah nuk vini. Ore, po nuk erdhëm gjithë. Do rishë vetëm edhe dasma do mi që e shok. Po dasme se hapa... Më falni këtu, më falni 20 kontinente. I kom ftu 20 kontinente, vëlla. Dakor, në rregull, është e drejta jote. Në aspektin që nuk do t'aftoj, nuk do t'a obligoj, nuk do t'a thras kërkon, por nuk do t'lejo dhe çdo kush të jetë pjesë të saj. Por ajo prapë është e drejta jote, sepse e ke diçka që e ke hapur ti, e bën ti, i vendos rregulla ti, topin e ke ti, penalltin e gjuan ti. Do të marrat pjesën pozitive të shqiptarëve, që me të vërtet nëse vina ne e njofin, e shohin veten aty ku e meritojnë me qenë, nuk kanë probleme me fyrje, me shërë, me këti gjana. Unë nuk e besoj se do ta bësh dot këtë gjë. Se jemi së shpejti do hapi aplikacionin gërgër live. Shumë në publik. S'ke për ta bërë. Në aspektin që nuk do ketë jo sharje, jo kështu, jo ashtu. Atje do jetë një lloj si TikToku, vetëm se aty do fillojnë nga e para. Pra do fillojnë nga e para dhe do veti sharja, te intriga, te dallaveret, te sharjet në familje, siç është TikTok. Dëgjoj tash kënej, sistemi i platformës është i përgatitur në 11 gjuhë huaja. Edhe algoritmin që e kemi përgatit, e kemi bë që nëse dikush shan me komente, s'del fare komenti poshtë si sharje, bllokohet personi me njëherë. Ure personi që do bëj live, o vlla, unë do hyj aty do bëj live. Nëse personi që bën live, përdor fjalë ofenduese dhe sharje ose kërcënuese, në sekond qitet nga live-i. Pa e përfundu fjalin. Edhe ai person përfundoi me atë platformë. S'ka më mundësi të futet ai. Kush do bëj live aty pasaj se ne shënmëri s'kemi këtu të bëj live. O vlla, nuk jem të e hapur në platformën për shqiptar. Ka sa dushe, profesor. Njerëzit besoj se shajnë. Ti se ki kuptu ende. A di sa shqiptari është, që është pozitiv dhe është që nuk miret me problemet e Klevis Qeles, me problemet e Kozak Braqit, e me problemet e profesorit Samit e këti Olc Nazarit. Shifet është, profesor, ti që tash për shembull bekqyrit e Olci, Olci i ka 1000 vetë. Kjo nuk është audienca e Olcit. Audienca e Olcit mund t'jenë 200-300 persona, të cilit më të vërtet ju pëlqen se çka bën Olci, si rrin Olci, si shprehet Olci. Krejt tjerë janë bëllshqirat kurioz, më fal shprehje, që vinë, kthejnë prej teje te Olci, vinë me më ofendu mu këtu, ose kanë ardhur për mu. Nuk është kjo audienca e Olcit. Te platforma jeme, audienca e ke normale. Platforma jeme, audienca e Olcit do të rrinë nga ana Olcit, s'ka nevojë me ardhur me provoku profesorin në krahun tjetër. E drejta, ajo po, ai qëndron. Edhe do ta përkrahon Olcin. Unë kam qenë sot, kam marrë pjesë një lojë që e kanë bë do pakistanez. Një qun pat 123.000 persona prezent, tjetri kishte 82.000. Edhe lojën e morri, dakor që une isha aty nga ky me 83.000, lojën e morri ky quni me ma pak shikus. Por të shifshe ti lojën 5 minuta, her u bëjke 100 ky quni, her u bëjke tjetri 120. Me ka lëviste... Më thënë sekonda njerës ka 20.000 vishin të ky quni kënej. Për kuriozitet me pase kush po gjunu se qka po shkrujnë. Zbojt fjalë. Edhe kur të shiqesh kush ja mori lojën, 10 personat e parë që gjujtën. Mas 10 personat e parë dalin ata me lule, me 100 piksh, me 200 piksh. Si tani që tha profe për shembull, shive nuk ja them dot këtë komenti, dolën këtu direkt, dolën direkt nga profja për shembull 300-400 veta. Për gallat e bën edhe unë e di edhe çfarë bëjnë ata, kupton, për gallat e bën ata. Po çfarë do të them, kjo është e njëjta. Era për gallat. Nëse unë sinqerisht edhe kur them në një kështu,
mundohem që të them atë pjesën skeptike të atyre njerëzve që nuk e shprehin dot ose prandaj them edhe ndonjë fjalë, nuk është se ta them me tendencë apo me ndonjë gjë. E kupton? Thjesht që se këta thonë si se pyet njeri, si se ashtu njeri, të tëri mbajnë kraun, të tëri mbajnë anën, kështu që të duhet ty edhe ndonjë kështu që ka mendimin ndryshe dhe të bën ato pyetje që s'ti bëjnë ata që nuk duan të prishin qef me ty, a ku di unë si e me dojnë. Po na herë do të më i bënë një pyetje që ai të tregoj se anën tjetër. Kupton? Prandaj e pyes edhe unë. Apo ju pëlqen si video, edhe nëse ju pëlqen si video, mos harroni bëni like dhe subscribe. Gërgëri nuk po del sikur shoh një ndjesi pasigurie, prandaj nuk po shfaqet. Po shive tash, unë e kom thënë në shumë raste, në shumë live, që kam investu kohë edhe lek për mi studiu platformet në qarkullim. Tani, e hapti një platform, bon buj, 1 muj, 2 muj, edhe ngec platformë ose mbyr këtë platformën, është ma mirë mos ta hapsh hiq. Kur jom futën në TikTok të lojrat, kur kom fillu të gjuj, gjithë ju kujtohet edhe çdo kush, një 90% persone kanë thonë, mara keme pati, mas 2-3 mujve ky sami zhduket. Po, mbaron lekët, kështu kam thënë fjalën. Mbaron lekët e ikën. Ka mundësi të rezistoj këtë shumë. Çka do me thonë me këtë fjalë? Një biznes që ti e përgadit dhe e hap, biznesi do në financim. Në përgaditje do në financim edhe gjatë veprimi, gjatë hapjes edhe veprimi ti. Kështu që më varet nga ti, si sa je i përgatitur me hap sot, nesër apo pas nesër. Edhe ti e vendos sa do të zgjat ai biznesi yti. Jo gjithmonë. Jo, jo. Jo gjithmonë. Ka edhe ai që dështon në biznes. Edhe ai planifikon. Profe, nëse dështon një biznes, dështon me paramendimin tënd. Ti e bën biznesin që dështon, jo biznesin ta bën me dështu dikush tjetër. Po ka faktor osem që nuk varen nga ti. Jo, varen nga ti. Varen nga ti. Vetëm nga ti varen. Te biznesi, çdo gjë varet nga ti. I shtrin ti kam të fort, apo i shtrin ti kam sa mund ti mbuloj jargani. Tani, atë të mbi qka unë, po. Që mund të ndodhi. Me hapë gërgërin ti, hy në treg, ecën ti, muajnë e parë, ti e mirë fare. Olës Nazari, është në studim, është i fshet. Edhe hapë një aplikacion tjetër, më të fuqishëm se ti, dhe është më akoma hapa para se sa ti dhe ti se ke i den fare. Dhe ti dështon pastaj, jo se nuk bëre ti gjën e dur, po se erdhi ky tjetri dhe bëri diçka më shumë që ti s'ishe i përgatitur. Dështoi Nokia, kompani prestigjioze botërore. Dështoi Nokia, humbi. Vetëm Samsungu dhe iPhone-i. Pse ase nuk ishin biliona? Jo. Profe. Po dështuan. Profe, këtu është një faktor që ti duhet ta kuptosh sepse ti je i zgjut. Çdo platformë që njeriu hap, e hap për biznes. E drejt. E hap për biznes edhe normal investimin që e bën në atë biznes ka dëshirë që sa më shpejt ai investim t'i kthehet. Të kthehet mbrapsht, ajo është fitoria më vete që të marri dhe të filloj pastaj të ketë përfitime nga biznesi. Sepse njerëz, ju që si kuptoni çka është biznesi, biznesi don angazhim, don investim. Nuk është që ti mas një jave thu sa po fitoj. Ti nuk fiton, ti do të fillosh të fitosh në momenti që investimin ton prej 1.000 lekësh ose prej 1 miliard lekësh që e ke investu, kthehet e tek pastaj të kesh fitime. Pse unë e them që platforma që ne po hapim do të ketë sukses, sepse ne nuk jemi duke hap një platformë biznesi
që do të përfitojmë nga kjo platformë. Unë thjesht e kom thënë edhe një herë, derisa unë e kom smunjen në gjak që më qarkullon, sikur ai që e merr drogën, unë e kom këtë smunjen e bamirësisë, nuk mund ta ndal dorën. Nuk mund ta ndal dorën, edhe në TikTok, nuk mund të ndal atë gjuj, kanë vendosur vëlla ti gjuj të vetja. Vetë do t'i blej giftet e mia që do të karikona unë vetë do të gjuj. Edhe e kom lanë mundësin që njerëzit me nevoja, njerëzit e smut do i marrin 100% gifte, do me thonë, platformës nuk i shkon asnjë. A mos është kjo një mënyrë reklamimi? Viç pak. E dyta, 75% që unë e kom caktu, nuk mundet çdo kush me përballu që me 25% një business deal që kërkon investim s'pakun 5 vitet e para, investim do me thonë lek me derdh në PayPal, që të paguan ata njerëz që fitojnë për shembull. Nuk mundi gjithkush profe me hap një biznes pa fitim, sepse 25% që i mbet nga ata që marrin 75%, kurse nga ata 100% s'tjetë kur gjë, 25% duhet të jetë i mjaftueshëm për mirëmbajtjen e sistemit. Aty ku nuk mjafton, do të vazhdosh të investosh. Gjema ti një biznismen që thot, une pe hapi një biznis t'il, sot për investoj 10, 20, 30 milion euro, edhe nuk du fare fitim. Unë biznesmen budalla nuk njoh dhe nuk besoj se ti do të hapësh këtë dhe do të bësh për mos të fituar. Ti thjesht do të bësh si ajo kredia që thot 6 muajt e parë paguam pa përqindje. Më mbrapa rregullohesh. Sështë as pak e vërtet. Unë thjesht jëm të e hap, që po kontriboa, po gjujta, po e përkraja dikon, e përkraj te firma ime, si që ja vdo rogat punëtorve. Po, të drejt ka themi këtu, e bën si rroga punëtorve, po këtu do paguaj vetëm interesin e bankës, jo lekët e një platformës përfshijnë të tjera më tanë. Unë e përkraj ojë sazoni, por mes kohë 25% i lonë gjeptimin. A kupton ti? Me pak fjalë, ojë sazoni, më mirë jepja drejt për drejt se sa të japësh TikTok, ti marrë gjithë për ai. Dale Renazar, dale pritëve. Jo se ka drejt po. Unë dakord, sipas të ti s'ka do drejtë. Tani ti sem ke gjuajtur në TikTok pafund. Po. Ama ti ke gjuajtur edhe në somalez, e në pakistanez, e në kudiqen. Ashtu. Unë mendoj që ti nuk e gjuajtur se doje apo të erdhi keq për Çanitën, por unë mendoj që ti ke gjuajtur se Çanita kishte 100.000 veta live. Se unë s'kam parë ty të vesh gjuash në një live të huaj me 3 veta. Se të erdhi keq pra të Robin që s'ka ujtë pite Afrika. Po për shembull Ti gjuan në live 100.000 veta plus, aty jem drejtim ti godet. Ti reklamohesh. Profesor Viçpak, unë 3 ditë e fundit kam gjujt 27.000 euro njerëz të Afrikës, më qenë që jam këtu në Afrikë, që s'kanë bukë nështë me hangër e ujë me pi, i marri fuste life im, në dritare, ju gjuj ka një TikTok 2 edhe i nxerri. Kam gjujt 27.000 euro për 3 ditë. Për mendimin tim me ke reklam, sepse ti jep lek kinezit, po t'ishtë ashtu ti va jep e lek në gjep. Normal o vla, normal... Ti reklamohesh, ben mirë, po dhe reklamohesh, pra është 50-50, është win-win. Nuk është reklam, po është marketing që i bëj vetit si person. Pra, marketing vetes, po, dakor. Po, edhe nesër, këta persona, kur ndëgjojnë që Sami Dubai ka ha platformë vet, i ka këto kushte, për interes ty në vinë të Sami Dubai në platformë. Jo... Vale se do vinë për ty se e burri mirë këte, ajo s'diskutohet. Ai që do vi, do hapi adres të këti, do vi se do marri 75% dhe do vi në qofë se do ketë lek. Po s'pati lek, hikin ata vend të TikTok-u prap, si që hikën fiberit. Edhe për shembull, sollën sasës duhet përmes emra, Fiber i për zunë, jo shokë, si u dha lekët, koma mu lekë poq.
një gjë që unë për shembull Mos harroni bëni like dhe subscribe. nuk e kum hap arsyeja pse unë nuk e kum hap ende platformën. Janë edhe disa obligime, disa kushte ndaj bashkëpronarëve. Për shembull, s'dia keni vrejt, kush merr pikë në TikTok tash, s'ka mundësi mi kthy pikë në pikë për me gjujt. Kthehen. Por vetëm i tërhek. Jo, kthej unë. Ku i kthen ti? I kthehen, pik me pik, kthehen. Kur i ki kthy herën e fundit? Sot, unë qa me hedhin i përdor për të lozur me dënime. Unë nuk të rej që të feth lekët e banka, unë qa kam aty i përdor, kur losun që them me Luana me këshu. Lekët e këtyre që më kanë gjuajtur janë, thjesht unë i përdor për të lozur. Nashta vetëm VPN-ja pi kthen ende, se s'kan mujt këta TikTokit me arrit me kompletu këtë Kthehen edhe një me një madje. update-in. Dakord. Por TikToki, këta që do të më thonë është kjo, TikToki nëpër Evropë, nëpër shtetet ku nuk përdoren VPN-i, ka fillu që me bë ja u jap mundësinë vetëm me tërhek. Qofsh gifter, qofsh lojtar, vetëm tërhekje, jo kthim monetash që gjujsh. Pse këta? Sepse TikToki, lojrat në TikTok është duke i larguar. Jo, s'po i largon TikToku, po mbarohet buxheti i popullit, s'kan me. Mos e shikoj se po largojnë lojra atje, nuk kanë lekë që atë hedhin. Kanë me, kanë pasur një shok që i gjuan dhe ai rritën në Angli. Fola para të ditë të shumë, më tha, mua jam 400.000 pound, tha grop, minus, kredi, tha dhe jam zhytur. Trujt zoti tha shumë vllai, mbylla telefonin. Sa ai s'ka gjuajtur mua në një lek këtu. Ka gjuajtur popullin. Arsyen pse TikToki është duke i largu lojnat, të kur ju që jeni trujtash, sepse TikTokit nuk i konvendon ma me mirëmbajt sistemin me hyrjet që i ka nga këto lojra. Do me thonë TikToki ka fillu me pas hyrje ma shumë nga marketingu, nga IA, nga gjëra tjera, se sa ajo që shërben, sidomos serveri që përdoret për lojën. Për shembull ti, ju jeni live që ta shini të lyt lojna, çka jemi ju këtu me ka 160 pik, 200 pik, ku i konvendon TikTokut 1 milion njerëz tillë si kur ju, Harxojnë internet populli që na shikon edhe ata marrin lekë edhe nga kompanitë. Kush? TikTok? Po çfarë ta bëj? Po janë kontrata ato, janë ku harxon internetin, paguhet. S'ka lidhje. Po normal që ka, s'ka. Interneti edhe telefonatat janë free of charge sot në këtë botën. S'ki nevojë ti me free of charge re. Bëj unë internet 170 euro mujore nëre, që ta kem pa limit. Po ti 170 euro, po ti po dole në qytet u lidhe edhe prej qytetit, edhe s'pagun gjalla. Jo, ordi se mjo se dikush i paguan ato, dhe ka lidhja ajo pjesë, që ka rënë TikTok, ose ma dojnë pyet janë. Ti je futur në TikTok për të studiuar platformën, apo je futur kot? Unë jam futur për të studiuar platformën, sepse plani për hapjet platformës Google Live kanë qenë që 3 vite. Që 3 vite. Tani. Sa vjet ke që i ke futur? Kush ka futur në TikTok? Si u futën në TikTok? Kot për fiksim. Në TikTok jam minimumin, ka një 7 vite që jem TikTok, por TikTokun e këm përdor sikur Skype që shu përdor keme bo, ose Teams, që është me komuniku me punëtorët e mi në për shtetet ndryshme. A, për të qenë video, edhe si për ju duket si debat. Te lojrat, ati kur kum fillu me i te lojrat? Kuj ti ke gjujtë fillin fare? O Samu, ka qenë një huja shqiptar, që i ke gjujtë fillin fare? Nëse s'gabon Aleksi ti kum gjujtë. Aleksi? Po Aleksi e ka futur në TikTok, po le që s'tregon e. Jo, përdo, së në me njoftë Aleksin. Po Aleksi ka futur TikTok edhe di unat muhabet edhe beshi mbaruar, mos e diskutojmë. Buj Gjolapekut i kum gjujt lojën e madhe, kurse fillimisht kanë fillu me gjujt Aleksit. Po sem, sa lek ke gjuajtur në TikTok? Të drejtë.
Ka lek? Në gjuajtë në TikTok, na fillimi e deri në ditën e sotme që po flasim. Nga fillimi deri në ditën e sotme që po flasin, 13 akante 50. Tani ta them unë mendimin tim. Po. I ke zero shanset për të marrë lek mbrapsh nga TikTok ose nga gërgëri. Bëj çfarë të duash, nuk shkon se njerëzit nuk të shikojnë si ajo gjëja për të marrë nga ti. Nuk të shikojnë kur që ti të marrësh. Kush i ka gjujt ato lek për t'i marrë mrapa? Për mendimin tim, ti ke reklamuar veten ose ke bërë marketing vetes për ta përdorur në të ardhmen dhe ore nuk po them mendimin tim personal, ore, po them mendimin që mendon ndryshe, që ta kupton edhe ju publiku. Apo çik llogarin, sa i bën në TikTok. Nuk ke shanse që ti marrësh mbrapa atë marketing që ke bërë, sepse nuk ka mënyrë se si njerëzit shikojnë si dikush që do japësh, jo dikush që do marrësh. Njerëzit vinë tek ti me idenë që ti japësh. Dhe ato 15 milion euro nuk i vjen. Mua me këtë pjesë këtu më pëlqeu arsyeimi i profesorit. 2-3 milion mund t'i marrësh ti. Viç pak. Po 15 jo. Viç pak. Që 17 vjet bamirësi rreth 25 milion nga xhepi im që kom bë të njerëz të varfër, të njerëz të smut, e kam bë për të njëjtin qëllim që të marr lek masi që të shërohen, apo jetu ja fut kot. Jo tani, që ke bërë 25 milion bamirësi, këtë nuk e dim. Ato bamirësi që ke bërë, i ke bërë, ashtu e ke menduar, ashtu e ke ndjerë, ke bërë bamirësi pa fund të stamo njeri, por është thjesht pjesë e rrugtimit. Dhe rrugtimi i ka të gjitha, se bamirësi kam bërë dhe unë, ka bërë dhe Nazari. Kush më pak, kush më shumë, kush 5 milion euro, kush 5 euro, gjithë bëjmë bamirësi si pas mundësive, po kjo nuk do të thotë që ti do esesh me pa tjetër se ke bërë këtë apo ke bërë atë. Po nisej është sikur t'ja dhurojsh dikujt një shtëpi, nisej sikur t'ja dhurojsh dikujt 10.000 euro që gjun TikTok. Ure ti ke dhuruar edhe tek njerëz që s'kishe pse të dhuroje dhe madje edhe të kanë sharë më mbrapa. Tani qa, do të vinë njerëzit ty nga mbrapa se dhurove diku që as nuk duhet t'i dhuroje fare? Une minimumin nën livele 50 i kom bë të i gjujt të hujt. Çfarë interesi kom pas me gjujt e tu të në? Interesi ka qenë reklamim ndërkombëtar. Nëse pëlqen se video, mos harroni bëni like dhe subscribe. Po pse si bën ti këto reklamime ndërkombëtare? Po sepse unë nuk kam interes, sepse nuk e kam atë, ti e ke nisur si biznes olla. Dhe ti hedh lekët këtu. Unë mund të hedh 5.000 euro apo 3.000 euro në një biznes që kam piksunimin që ta ngresi biznes. Ti e futur rrjeteve sociale. Dhe për mendimin tim, në mënyrën se si funksionon, dhe mënyrën se si ti i afruar me njerëzit me të gjithë, e ka bërë dhe një shoku jon tjetër atë, vinte bënte fotografia i mal më mal me njerëzit për audiencë. Ti e zgjodhe duke u shoqëruar me çdo person, duke investuar te personat që të thonë Semi ka të drejtë. Dhe në momentin që ti nuk paguan, ata të shajnë që këtu ti je gabim. Që këtu je gabim sepse kanë qenë çdo gjë ti ke paguar kohën. Ose jo më kot, më fal, ta mbaroj. Jo më kot kur ishim te Fabio bleve 11 bileta. Thash ose mbaroj 10 minutë që do blesh bilet me fjalë që valla, ty kështu të shikojnë njerëzit që po su dhe qa po bën valla, na jep ose të sham. Dakor. Një peshkatar kur shkon me peshku, ai e din që deti është plot peshqi. Ai një grep e gjun, po e din që me një grep nuk i kap 100 peshqi. E kap një peshk. Budallaja i parë peshk që shkon e kap grepin, ngel aty. Që do me thonë me këtë gjam? Po të dëgjoj. Une marketingun, a më dëgjoni? Po. Une marketingun e boj në formën cilin e kam ba një kohë shumë gjatë. Për shembull, LinkedIn-in, e dini çka është LinkedIn, platforma? E kemi dëgjuar, është një platformë, po.
Okej, unë me LinkedIn kam ba faktorim nëpërmes LinkedInit vetëm tu i fut fotot edhe videot e produkteve të mia, kam ba faktorim dikun rreth 600-700 milion euro, pa pas nevojë me pas tjerë që më bëjnë marketing firmë. Tani jam në Nairobi të Kenjes, shoferi i zavendës ministrit të energjisë të këtuit, i ka pa në TikTok disa transformator të fuqisë të madhe që unë i kam publiku këtu në TikTok të fabrika ime. Edhe gjatë një udhëtimi kanë ndëgju bisedën e zavendës ministrit me një person që kanë probleme me gjetë transformatorët që për një kohë shumë të shkurt prodhohen dhe sillen këtu. Edhe shoferi, tash merre me çfarë koincidence, shoferi i thot zavendës kryeministrit e kom pa një video që e ka publiku një italian në fabrikën e tyne edhe që kanë ba një furnizim shumë të madh për një kohë shumë të shkurt në Libi. Edhe këta zënit që kanë bo kanë shkuju në fut në internet, faqet internetit tim. Edhe më kanë kontaktu. Për sa kohë që është e kanë dhe e kënej, ja u këmbo oferten, e kanë pranu sodium këtu me në shkru një kontrat 424.320.000 euro që rastësisht në përmes TikTokit që në pajisjet e mija kanë artë eri të zavendës kryeministri i energjisë. Tani ti je në Nairobi. Po, Nairobi, midis Nairobi të jam. Okej, më çon live location në WhatsApp edhe nga sot e tutje. Po je në Nairobi, unë do them se mi ka të drejtë. Ka më një herë që tash. Semi çon live location profesorit. Jo, ma çon me live location. Po je në Nairobi, unë nga sot e tutje do them se mi ka të drejtë, edhe po më dëgjove mua ti të flas që tjetër. Nuk besa kur kjo Thjesht më ço. Ore vlla, unë prezantoj opozitën që mendon ndryshe. E kupton, unë prezantoj opozitën, mendon ndryshe. Te kam tek. Salon privatun, ç'mu kam këtu? Ka probleme Sami mëse let tapi lokacionin. Ha? Jo, me njerë edhe nxirë live. Jo, më nxirë live location, ma ço atje në WhatsApp që kur ta klikoj unë, pap, të më sjellja aty, se më ma qonë këshuare, më bën pinore, se kuptoj unë. E, ma ti ma bën pinë. Kam keq në teknologjia unë. Qërë mostre. Mos e bëj me pinere, bëj kështu live location. Ka dalë me profe. A e ki këtë numrin që përfundon me 76? Jo, e kam me 69 ose me 702. Shkryjmë diçka te numri i Dubajit. Shkruajta të ka i me 939, edhe të ka i New York USA. Ai ka me Dubaj po 3939. 939, të ka i të shkruajta, thash hello. Hello? Të një telefon e kom dorë unë. Të thash Falë se kom pas telefonin tjetër gabim dorë. Ku është... mirë, të që jam i lidhën. Ma nisë. Imaginot ma qoj shu në një screenshot në një gjë. Bo. Aja, se qafë. Nairobi, tha, Kenya. Osem. Apo jo pëlqen video deri në këto momente? E thua live location. Wait. Një sekund, të qoj... Profe, po që aty të më gjush Luana. Gënjena jo, po gënjen, i ka përqy fyre, nuk e se ka me të keqë, thjesht i ka përqy fyre, e ka pjesë marketingu, po, unë e një, e ka pjesë marketingu, le ka, të thujën kokën, po e ka pjesë marketingu, ja do puna. Unë e di, le ka, po e ka pjesë marketingu. Përshamu, ka 15 milion euro, i që cikur ka 150 milion euro. Përshamu, kam unë 2 milion euro, besi ku kam 20, unë kotë pa lidhje, unë 2 me zi i kam varikari, po me 2 bejdemu, aq duen, e kuptonë. Atër live. Jo, s'po ardhur, vetëm ajo me pin. Babe që të qova live. Isë të përdhom. Jo, mua më ka ardhur vetëm ajo me pin, atë po do të anëzirë këtu.
O vlla ta nxera me të çova dhe live tash. Jo. Shumë mirë. Dil me një dritare na trego pishinën. Po na tregove pishinën, jemi në rregull. Zut. Do dhe pishin. Na I bëj Allahu, po na tregove pishinën, jemi në rregull, se mund ta ketë bërë me VPN. Po u tregu pishina profe dit Gjulianin. Qa bën tjetri në atë vend, o vlla, nuk është mirë, kë pas ka probleme serioze. O vlla, kë pas ka përfundimisht kë ka probleme serioze pastaj. Po është edhe atje kë nuk ka probleme, o vlla, ka probleme theksuara kë pastaj. Jo, burra, kë ka probleme pastaj. Te marrë vjeqë. Që. Mos harroni bëni like dhe subscribe dhe jepni mendimin tuaj nga për komente. Ai Gjulianin, profe. Edhe shife aty të lokacioni një godin që shkruan Tekno. Një sekund. E kuptove cilin hotel isha? Po, e pashëm, nuk... Na unë e ke jetën 1 milion vjetë. Po se, pa qa jetë, o profe, pa qa thudje, di që atë bëjnë ata legët për Samin aty, të ngrejnë najër. Ja nga I qudishim, qa bëna aty, o? Po të tregova rastësisht një shofer I zavendës kryeministrit, zavendës ministrit të energjisë, I ka pa pajisit e mija në TikTok edhe I ka ndëgju telefonat. Ka që tu në ndjek TikTok. Edhe I ka thonë, po. A kupto, nga këto të huj që ju ka gjujtë Sami, ka ju TikTok me lajoni, nga këta I e ka pa, nga jetë famshëm. A kupto, nga kjo reklam, Sami ka morë këtë ofertë. Nuk e di vetë shuna për qene e shati ku tha. Pasandaj se 420 milion euro, se 24 milion, se 4.4 milion, se 420.000, se 4.400, se 220 euro, se 24 euro, se 4.4 euro, se 24 cent, këte nuk e di. Ama këte që ta jam atje është, mund se qa bëna në Afrika, një përëndje me në veç. Tani profajt në Gjulianin, se Në to që ka vajtur për nëjë mardhenje droge, ande nuk ka droge në ato zonë. Sami tha, po që është aty Olco, do të gjujun 5 luana, po që është unë aty, tha thuj profes di gjuj luan. Kure? Kur hike tjërë. I gjeja unë që ka thene I kurike unë, jore, una lokacioni nuk e nëzjerë, për të qenë ma ka quar me live location. Herën e parë ma qoj me pin, herën e dytë ma ka quar live location, dhe prandaj të shpëgo pishinën se nga si hoteli është I gjatë. Dhe në qdo kraj që po t'ishte ky e kishte shumë gollaj për ta treguar pishinën aty. Edhe ishte me pemë, se e hapa. Nuk e hongri neni profesor. Vërë vla I fort që nga, për këtë betë. Mja, shikon, pra ndaj ta shka besuar, këse nuk I njeka. Shikon qa be? Edhe Republiku që me ndoni kundra, nga cmove. E shikon I tani nga cmova, dhe në pikin e fundit. O profesor, policia amerikane, di si e ka? Po t'na lovi. Po t'na lovi, boni kontrol të repsishëm, si që bone ti sot. Dhe nuk gjeti gjo, për 2 vjet nuk ka mo drejt për t'na lovi. Po prandaj thash ati që unë tani do të që ti profesor, edhe shumë tjerë që nuk besoni, tani deri 2 vjet nuk keni drejt me I shfaq shenja mos besim. Tani mund gënjej sa të doj, unë do them ka të drejt, kësë gënjem. Po pra, tani ke 2 vjet që mos ta një zonë legoj. E qana ka gjedur, nuk e di edhe nëse e shiqon aty se jam live edhe një orë dhe location, përballë kam objektin Tekno, po ngjitën me objektin Tekno është Ministria e Energjisë, objekti 2. Është aty, pa dalë të hedhin sykot. Që më nga thotë, infrastrukturës edhe ministria, si sa dy ministrit, Kretë ministrit së bashkë jënë, katin 20 është Ministria e Energjisë. Aty është aty. I fort që janë, të e di se marrë vesh. Që janë ka I qudit shumë. Kur të thash unë profe që nuk është që mës me besu se nga ka dhonë prova, tani nga ka dhonë prova shok. Ne të dy kena qënë 2-3 fonte, ka ardhur I botës, ka kry halë.
Tani qa provash do? Për atë pjesë, ore, unë se për atë pjesë e kam Qa po thënë pra, qa provash do ti mo? Tani si mos ta besoj. Vje ky thot sa kanë ngele Olsa dhe 70 e mirë mbylleni se e kryen. Sa kanë ngele dhe 50 mirë mbylleni se e kryen. Miro, këta nuk e vëm në diskutim në. Po qa të diskutim? Se po thot Sami kanë Ferrari, ta vjen diskutim s'ka Sami Ferrari. Nazar, gjoj sekondë. Unë me zotrin që kemi këtu, kam komunikim privat të mirë. Po, unë këtu i them atë mendimin ndryshe të publikut. Profe, këtë pishinë këtu e lype ti me pa. E kam televizor. E po thote unë. Shive që ka shkruar. Welcome to Nairobi. Po se ke hapë. Po shem gjenë hape kamrën, o vlla. Këtë pishinë këtu the ti. Po. Po shive që ka shkruar këtu. Welcome to Nairobi. Dear Sami Sejda, dhe është ajo e hotelit. Shikore, shejtani. Po qa hoteli lodhur është ajo, s'ke vajdu të plaza, ke 500 metro largë ke. Hoteli lodhur kë? Qa bede re quna, shikoni ju, ja që s'gënjene vla. Tani jemi minus, ne si opozitar jemi minus. Që ta kuptoni drejtore, se tani ju, kur është për t'i dal kundra, i dal. Për të qenë është atje ku tha. E provokova në maksimum e vërtetoj. E nisi dhe live location. Mos harroni bani like, subscribe dhe shihemi video tjetër.